Deklarata zemërthyese nga miku i ngushtë i aktores Ece Irtem. Një lajm i trisht erdhi nga aktoria Ece Irtem, e cila mbahet mend për portretizimin e saj të ishil në serialin televiziv Një dashuri. Irtem vdiq nga një atak në zemër në shtëpinë e saj, një ditë pasi mbushi 35 vjeç. Ndërsa lajmi për vdekjen e Irtem tronditi të afërmit e saj, postimet u bën njëra pas tjetrës në rrjetet sociale. Mikesha e ngushtë e Irtem, Xhansu Gültekin, ndau një mesazh emocional duke ndarë foto të vjetra që bën së bashku. Humba një mike sot, tha Gültekin. Ece ishte një mike e vjetër e imja. Ne jetonim në shtëpinë e njëra tjetrës për një kohë. Ne qeshnim dhe qanim së bashku. Ne ndamim një pjatë me ushqimin dhe parat tona të fundit. Pastaj vitet na ndan pak, por gjithmonë kemi pasur komunikim. Ajo kishte pasur shumë humbje dhe zi në periudhën e fundit, ishte shumë e trishtuar. Ajo më tha këto gjëra në bisedën tonë të fundit. Unë do doja të ndaja disa gjëra të mira për te. Ece ishte një vajzë me zemër shumë të pastër, deri në masën naive. Kjo është arsyeja pse njerëzit shpesh e mashtronin, e mërzisnin dhe thyenin zemrën e saj. Ajo ishte shumë e mërzitur dhe për gjëra shumë të vogla. Ajo ishte shumë ndrimtare. Ajo njëherë më tha, nuk mund ta imagjinoj veten si një grua e moshuar në asnjë nga ëndrat e mia. Mendoj se do të vdes kur ti je me re. Unë thash bisedë boshe, për disa arsye, gjithmonë mendoja për te për 3 ditët e fundit. Disa ndjenja nuk ishin bosh. Pusho e qetë e xhemi bukur, për fat të mirë, ne ndam një pjesë të rinisë son. Lëshohet një urdhër arrest për aktoren e famshme. Aktoria Biran Damla Yilmaz u nda nga i dashuri i saj Abdyrrahman Aydin, nga i cili mori një propozim martese vitin e kaluar në maj. Aktoria e njohur e cila ka bërë namin si me karrierën ashtu dhe me jetën private, sipas akuzave në shtyp, Abdyrrahman Aydin pretendoi se Damla kishte borxh 144.000 euro për kirurgji plastike dhe për këtë arsye u lëshua një urdhër arresti për te në Gjermani. Pas këtyre akuzave, avokati i aktores lëshoi një deklaratë për shtyp duke mohuar lajmin për aktoren. Në deklaratë u njoftua se u mor një urdhër ndalimi kundër Aydin dhe filloi një hetim gjyqësor. U deklarua se personi në fjalë i kërkoi para aktores duke falsifikuar dokumentet zyrtare. Deklarata e avokatit. Sot ne kemi qenë fatkeqësisht dëshmitar të lajmeve në media të ndryshme se ka një urdhër arresti për klientin ton Biran Damla Yilmaz për shkak të shpenzimeve shëndetësore të paguara në Gjermani. Para së gjithash, duhet të theksohet se një urdhër ndalimi që u lëshua në 12/6 të vitit 2026 kundër Abdyrrahman Aydin, i cili shpif duke përhapur informacione të rreme me dokumente të rreme. Përveç kësaj, një hetim u inicia nga zyra e krye prokurorit publik të Stambollit në kuadër të kërcënimeve për ndjekjes dhe krimeve të tjera. Përveç kësaj, është përcaktuar nga ne se Abdyrrahman Aydin kërkoi para nga Biran Damla Yilmaz duke falsifikuar dokumentet zyrtare gjermane dhe turke. Nuk ka asnjë veprim gjyqësor kundër klientes ton në Gjermani, as nuk ka ndonjë urdhër arresti. Për këtë arsye, akuzat janë pa baza ligjore, larg realitetit dhe imagjinatës. Në këtë kontekst, nga anëtarët e nderuar të shtypit, ne u kërkojmë atyre ta vënë në dyshim me kujdes dokumentet dhe pretendimet e personit në fjalë në përputhje me parimet e tyre profesionale. Ne dëshirojmë të informojmë publikun se të gjitha të drejtat tona ligjore do të shfrytëzohen në maksimum në lidhje me publikimet e bazuara në pretendime, informacione dhe dokumente të pabaza. Aktori Ugur Gynesh humbi rolin e tij për shkak të aktorit Burak Özçivit. Aktorin kryesor të serialit më të ri të shumëpritur të ekraneve, Aty ku lind dielli, u shpall Ugur Gynesh. Megjithatë, shumë shpejt seriali nxori një njoftim të ri, ku aktorin kryesor do ta luante Burak Özçivit. Pas akuzave, Ugur Gynesh tërhoqi vëmendje me postimin e tij në llogarinë e tij në mediat sociale. U pretendua se Ugur Gynesh u largua vullnetarisht nga seriali Aty ku lind dielli, në të cilin ai u shpall si roli kryesor gjatë fazës së kontratës. Megjithatë,
me njoftimin se rolin e ri kryesor do t'i ishte Burak Özçivit, beti në mendje dhe një pikpyetje. Ndërsa u pyet nëse Ugur Gynesh kishte një mosmarrveshje me kompaninë e prodhimit apo u hoq nga seriali, pikpyetjet u rritën me zvendësimin e Burak Özçivit. Në serialin i cili do të zhvillohet në Adana në 25 qershor, Kenan Kozan ishte Burak Özçivit. Ugur Gynesh nuk heshti me njoftimin e drejtuesit të ri pas akuzave se ai u largua nga seriali. Ai postoi një story ku thuaj: "Një thënie që duhet varur kudo, as Meka dhe as Lozha nuk pastron të drejtat e një shërbëtori të mposhtur." Ugur Gynesh, i cili bëri postimin, shpejt bëri një postim tjetër në të cilin shkruante: "Nuk mund të ngopesh", duke ju referuar aktorit Burak Özçivit. Me këtë imazh të ri, nuk do ta njihni Xhianin e serialit Qyteti i Largët. Menjëherë pas finales së sezonit të serialit Qyteti i Largët, aktori i njohur turk Ozan Akbaba nuk humbi kohë dhe ju përkushtua projektit të tij më të ri, për rolin e personazhit Terekeme në serialin Qirak. Ai vendosi të ndryshojë plotësisht pamjen e tij, duke u shfaqur me një stil të ri mjekre që të roqi menjëherë vëmendjen e fansave. Transformimi i aktorit u bë viral në rrjetet sociale, ku ndjekësit komentuan gjerësisht pamjen e tij të re. Në këtë projekt, Akbaba do të ndajë ekranin me Gonxha Cilasun, e njohur për rolin e Sadakat Albora në serialin Qyteti i Largët. Ndërkohë, fansat mezi presin të shohin aktorin në një personazh krejtësisht ndryshe, pas suksesit të madh që arriti si Gian Albora. Meqense jemi tek ky aktor, po ndajmë një lajm tjetër për temë. Ozan Akbaba, i cili dha jetë personazhit të Gian Albora në serialin televiziv Qyteti i Largët, i cili është ndër prodhimet e njohura të ekraneve, vizitoi shtëpinë ku lindi në vitin 1982. Aktori është nga Karsi, shkoi në shtëpinë ku lindi 25 vite më vonë dhe shprehu ndjenjat e tij në llogarinë në rrjetet sociale. Ozan Akbaba shkroi në foton që ndau: "25 vite më vonë, në shtëpinë ku kam lindur, ajri, era dhe tingulli janë të njëjtat. Barishtet dhe lulet e oborrit të shtëpisë time janë të njëjtat. Aromat janë të njëjtat. Është një ndjenjë e çuditshme. Jam rritur, çfarë kam parë, çfarë stuish kam pasur, çfarë frike, çfarë idhërimesh, çfarë gëzimesh kam përjetuar, jam pikturuar, por hija ime që bie mbi lule është e njëjtë. Se mendoja edhe pse kam ndryshuar shumë, lulet nuk kanë ndryshuar kurrë. Më vjen mirë që nuk kanë ndryshuar, jam me fat." Xhemre Bajsel me probleme shëndetësore. Lajmi i trisht erdhi nga Xhemre Bajsel, e cila troqi vëmendje me aktrimin e saj të suksesshëm në produksionin në të cilën luajti. Aktoria e njohur doli sërish në pa me problemet e saj shëndetësore. U mësua se Xhemre Bajsel, e cila po planifikonte pushime, do t'i nënshtrohej një operacioni për shkak të sëmundjes ginekologjike. Aktoria është shprehur se kanë përfunduar xhirimet e sezonit dhe xhiruan finalen e sezonit. Ka qenë një sezon i lodhshëm, por i suksesshëm. Kam pasur përvoja të mira. Mësoj diçka nga secili personazh. Gjithashtu mësova shumë nga trëndafilat dhe mëkatet. Jam shumë e kënaqur. Në fillim të sezonit, diferenca e moshës mes Xhemre Bajsel dhe partnerit të saj në serial, Murat Yildirim, shkaktoi kritika dhe aktoria e njohur tha: "Ju e pat harmoninë, ne dham përgjigjen tonë." Më pas kur u pyet për planet e saj të pushimeve, Bajsel tha: "Unë do të shkoj në Spanjë. Unë thjesht po shkoj për një koncert, por do të kthej më vonë. Pastaj do të bëj një operacion të vogël, ka të bëjë me sëmundjen e grave", tha ajo. Kujtojmë se Xhemre Bajsel bëri një operacion vitin e kaluar për të hequr masën në gjoksin e saj. Aktoria u pyet edhe për marrëdhënien e saj me pilotin e garave, Xhem Bylykbashi, e cila ka përfunduar, dhe ju përgjigj pyetjes: "Apo hyni vetëm në verë?" Me "Falemderit Zotit." Afra Saraçoglu u pa për herë të parë me të dashurin e saj biznesmen. Aktoria e famshme u kap së fundmi duke darkuar me të dashurin e saj të ri, Poyraz Iosmaoglu, në një vend në Madrid, kryeqytet i Spanjës. Ajo u kap nga gazetar me të dashurin e saj në makinën e tyre në Bebek, ku aktoria konfirmoi pyetjet e antarëve të shtypit për sindikatën e tij të re me një sinjal dore pa ulur xhamin e makinës.